Fundjava në vendkalimin kufitar të Muriçanit ka qenë e shoqëruar me një fluks të konsiderueshëm hyrjesh dhe daljesh. Sipas të dhënave nga ky vendkalim kufitar, gjatë 3 ditëve të fundit deri në orët e drekës të së dielës kanë qarkulluar rreth 19.000 shtetas me një numër thuajse të barabartë të hyrjeve dhe daljeve. Qytetarët nga Kosova janë gjithmonë të pranishëm në këtë vendkalim për të shkuar në Uqin ose edhe në shtetet përtej malit të zi. Ata pohojnë se udhëtimi nga Kosova deri këtu kalon pa probleme. Edhe në Muriçan nuk ka vonesa të mëdha, por ata theksojnë se është e nevojshme që edhe vendkalimet kufitare me malin e zi të funksionojnë pa ndalesa, siç ndodh nga Kosova për në Shqipëri dhe anasjelltas. Ka pak po, s'duhet jenë këto, po ja që janë. Ishtë dashtë të isën herët. Bëj Kosovës, unë bëj Lipjanit, bëj fshatra të rritit Lipjanit. Ikim për Kroaci, Sloveni, Ungari. Ju punoni atje? Jo, jem tregtar. Pas ka pritje pak, po mirë, të hiqë. Kreti ju, rënd. Vina prej komunës Drenasit, vina i të shku dhe në Lëqin për punë. Shumë mirë, s'kena pas asnjë ndalesë, mirë shumë. Vendkalimi kufitar i Muriçanit i përbashkët me malin e zi shërben vetëm për qarkullimin e qytetarëve dhe automjeteve. Ky është një nga vendkalimet kryesore që përballon fluks të lartë hyrjesh në vendin tonë, sidomos në periudhën e sezonit veror turistik. Gjatë korrikut dhe gushtit nga kjo pikë qarkullojnë mesatarisht mbi 10.000 shtetas dhe mijëra automjete çdo ditë. Kjo ka bërë që nga ana e territorit doganor të Shqipërisë të zgjerohet parkingu i automjeteve për t'u përgjigjur më mirë fluksit në rritje të qarkullimit nga kjo pikë.